Renis, po rikthehemi sërish në studion pas kësaj pauze publicitare për të futur më thellë në detaje. Çfarë politikash fiskale mendoni që janë të nevojshme duke parë këtë kuadër përgjithshëm? Unë jam, edhe që të vazhdoj të ditur opinion, sepse jam i ditur opinion, jam në biznes, edhe kam 16 vjet minimalisht si avokat që punoj, kam biznesin tim personal. Edhe ditë them këtë dhe ka përshtypjen që kushdo që është në biznes, edhe nuk e nevojë të jesh në biznes, edhe ata që janë individ që thjesht punojnë për dikë tjetër e din këtë, që të shkruash atë çekun që shkruajmë ne si biznese gjatë vitit apo në fund vitit për të paguar taksat, është një nga gjërat më të vështira që bëjmë. Fillon a dritë dora kur shkruajmë atë çekun. Edhe jo sepse nuk duam të shkruajmë çekun, por kam përshtypjen vjen nga fakti që mbasi e dërgojmë atë çekun, ku paguajmë taksat në bazë të çfarë të ardhura kemi pasur. Edhe në biznesin tim, ajo sanksioni është në minimalisht është diku ke 23-24%, plus pasaj që janë pagesat e tjera që shtohen në bazë të ku paguajmë për punëtorët, FICA taxes, më the tash, shkon gjysma, mos më shumë shkon del jashtë, ashtu që marrim del jashtë. Arsye pse bëhet e vështirë ta shkruaj atë çek, atë lloj çeqesh, është kam përshtypjen sepse në fund fare çfarë shohim në përdorimin e atyre të pagesave nga shteti dhe mënyra si aplikohet pagesat tona dhe taksat tona në drejtime të ndryshme, siç po flisim më parë, gjatë jetës tonë janë bën në mënyrë jo të drejtë e para dhe jo në mënyrën e duhur, ka përshtypjen e dyta. Nëse taksat tona do paguheshin dhe do përdoreshin ashtu sikurse ky komunitet ka nevojë fundi e fundit, ka përshtypjen do kishim rrugë ku neve nuk do ankoheshim asnjëherë as unë as ti. Kam përshtypjen do kishim një infrastrukturë nën rrugë, me fjalë sewers, ato ujë, më the tash, që do ishin pa probleme. Kam përshtypjen që do kishim dritat, do i kishim pa probleme. Kur flas për drita, po flas për shkak kur shikon lart kudo që je në shtetin tonë. Kur shikon lart, shikon vetëm kabla elektrike dhe shtylla që është absurditet. Shtyllat që shtrëmta njëra kështu se janë për absurditete, edhe në Shqipëri nuk i kemi kaq sa që janë këtu. Ke parasysh? Jo më në vendet e tjera Evropës, dhe po flasim edhe një, po flasim për shtetin më të pasur në historinë e njerëzimit. Këto janë realitete absurde. Nëse parat tona do harxhoheshin ashtu si duhet, nuk do kishim këto lloj ankesash. Dhe gjithë do bënin edhe pagesë me kënaqësi. Po duke qenë se këto nuk shpenzohen ashtu si duhet. Po në një farë mënyrë shpenzohen nëpërmjet, burokracish, harxhimesh burokratike që janë nuk bëjnë kuptim për komunitetin tonë. Unë kam një problem aty. Edhe çfarë dua kur flasim lidhje me që të përgjigjem pyetjes suaj, çfarë opinioni kam lidhje me vizionin tim fiskal është ky, që në qoftë se si shtet, si legjislator, do përdorim taksat e individëve të këtij komuniteti, të këtij shteti, 10 milion vetësh që punojnë, sakrifikojnë, ndërtojnë familje, rropaten për sepse jeta nuk është e kollajt, atëherë ne do të jemi të parë që janë më konservator në lidhje me përdorimin e atyre të ardhurave, dhe do të jemi më të drejtë për drejtë dhe kemi aftësinë që në mënyrë të tregojmë punën tonë. Një nga boshllëqet që ka shteti jon, që lidhet në lidhje me këtë aspekt, është që ndryshe nga qytetet, neve nuk kemi aftësi të kërkojmë llogari qeveritarëve tonë në legjislaturë dhe në Governor's Office, që t'i kërkojmë llogari në bazë të kërkesës së dokumentave për veprimtarinë që ndodh. Neve kemi atë Freedom of Information Act request që bëhet në çdo qytet. Okej? Ti ke aftësi të kërkosh këshillit lagjes se mayor për bashkiak FBI do kudosh. Në shtetin tonë atë se bën dot. Pse? Ai personi që unë po e kandidoj kundra, ka gjithmonë ka votuar kundër asaj, së bashku me gjithë shokët e tij atje në Lansing. Pse? Unë jam me opinionin që nëse jemi aq zgjuar sa që mendojmë që jemi, nëse jemi aq të aftë sa mendojmë të jemi, nëse jemi ato filozofia jonë politike, ideologjike është aq e saktë, edhe puna që bëjmë për komunitetin tonë është aq e duhur sa që mendojmë edhe shprehemi që jemi, atëherë s'ka asnjë arsye pse duhet ta mçefim punën tonë. Duhet të jemi shumë krenar. Themi shiko çfarë bëra për ty sot, shiko çfarë bëra për ty dje, shiko gjithë ato gjërat mira që po të sjell, I mora parët e tua, faleminderit shumë, po shiko çfarë kemi bërë për ty, kemi hiq gjithë shtyllat, kemi rregulluar këto rrugët, transportin, kemi ndihmuar bizneset, kemi ndihmuar familjet. Nuk ka arsye pse të mundohemi të mçefim. Nëse po mçefim gjërat, e vetmi arsye që mendoj unë, kemi për të mçeur diçka, për të mçeur punën tonë ndaj komunitetit, ndaj votuesve, është nëse kemi korrupsion, nëse kemi diçka që ja vlen të mçefësh. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj. Ne jemi shqiptar-amerikan dhe ju po kandidoni si një shqiptar-amerikan.
këtu në Michigan ka një komunitet konsiderueshëm, i pari apo i dyti në Shtetet e Bashkuara për nga numri i popullsisë. Sa përfaqëson, sa mendon që do të përfaqësoj futja jote në Senat edhe interesat e këtij komuniteti? Unë jam e pjoj që ishte diçka që deri më sot dashur pa dashur, në këtë nivel nuk e kemi pasur. Dhe nëse unë kam aftësi të arrijë këtë, dhe shpresoj të arrijë këtë dhe besoj se do arrijm këtë, por nëse kemi aftësi të arrijm këtë, do ishte diçka krejtësisht e vyer për këtë komunitet. Neve, siç tham, në valja e fundit të emigracionit të këtij komuniteti është minimalisht 30 vjet e vjetër. Kemi shumë prej nesh, unë në rastin konkret, kam më shumë kohë në Amerikë dhe kam më shumë kohë si qytetar amerikan, se që kam shpenzuar që nga lindja deri kur kam ikur nga Shqipëria 17 vjeç. Detyrimisht, duke pasur parasysh këtë dhe këtë realitet komunitetit tonë, është e nevojshme dhe unë jam i opinionit që jemi të vonuar që të kemi përfaqësuesit tonë në hallkat më të larta që mundemi brenda sistemi politik amerikan. Kemi arritur çdo nivel tjetër. Kemi avokat, kemi doktor, kemi gazetar, kemi biznesmen, kemi çdo çat duash ti, kemi gjithë, arkitekt, inxhinier më të tash, profesor. Por çfarë nuk kemi në rang që na përfaqësojnë ashtu si duhet në rangjet që meritojmë që të kemi, është në rangu politik. Ai është hapi, kam përshtypjen e hapi që na tregojnë neve që me vërtet kemi mbritur këtu, që me vërtet jemi pjesë e këtij komuniteti këtu dhe gjithë shqiptarët tanë, shqiptarë amerikanët tanë, janë gatshëm dhe njerëz predispozuar dhe duhur në mënyrë që japin drejtim këtij shteti. Vëre tash duhet t'i themi edhe të metat tona si komunitet. Ne si shqiptar kur vjen puna për individ, shuhemi edhe për aftësi, për zgjuarsi, për guxim, për iniciativë. Kur vjen puna pastaj si kolektiv, nuk gjejmë të njëjtin motiv së bashku, nuk gjejmë të paktën atë kohezion që kishin shqiptarët e kohës luftës Kosovës, për lobim, për mbështetje, por duhet gjejmë mes vetit, duhet organizohemi mes vetit, edhe mangësia kryesore unë e quaj antikapat të komunitetit ton është që ne nuk votojmë. Po, atë jam dakord me ty 500%. Vota këtu është shumë e rëndësishme, vota gjithmonë është shumë e rëndësishme, po këtu në veçantë në këtë shtet, në Amerikë, për ne është tema se vyer. Edhe kjo është votë që ka vlerë. Nganjëherë, duke qenë se vim nga Shqipëria, edhe nga eksperiencat tona në Shqipëri gjatë këtyre viteve, qoftë sistemi evropian, po sidomos viteve të demokracisë, ku nganjëherë opinioni i gjerë publik ka qenë që vota dashur pa dashur nuk ka dhënë rezultatin që duhet. Detyrimisht njerëzit nga njëherë frenohen, edhe që të shofësh për shembull votime në Shqipëri që kanë 40% pjesëmarrje në votim, unë do thosha që mbase në vitin 1991 do ishte e paimagjinueshme ajo. E paimagjinueshme. Detyrimisht edhe këtu realiteti jon këtu nuk kam përshtypjen që ju keni drejt, nuk është shumë ndryshe nga ai që ju reflektuat, ku në aspektin individual kemi arritje, po pastaj në grupim kemi ca mangësira. Ato mangësirat, unë jam, siç thamë edhe përpara në analizën tjetër, jam i lidhur në opinion edhe këtu, që në qofse për ne, dhe unë do e sjell ke vetja tani. Në qofse po kandidoj tani për këtë komunitet, fundit, sepse zona jon e fushatës është përfshin qytetin e Detroit, Rochester Hills, Sterling Heights, nga Dequindre deri në Van Dyke, nga 14 deri në Utica, qytetin e Utica dhe pastaj disa lagje në Shelby Township. Kjo është zona që e zgjedh këtë pozicion. Po mirë, është përqendrim, ka përqendrim shqiptar në këtë zonë. Përqendrimi i komunitetit tonë është në vijat gjëra është këtu, është pikërisht këtu. Në qoftë se unë, dhe sjell ke vetja si thash, në qoftë se unë si kandidat, unë si Renis, si person që po mundohem të përfaqësoj këtë komunitet, jam aq i asa mendoj që jam, kam një filozofi aq të saktë, do e ndihmoj komunitetin në atë mënyrë se si mendoj që do e ndihmoj, atëherë ka përshtypjen që roli im, detyra ime është që të dal para këtij komuniteti dhe të them më mbështesni mua dhe në momentin që mbështesni mua, mbështetja juaj do ta përkthejmë në mbështetje për ju kur vi momenti që do zgjidhemi. Në qoftë se jemi aq të aftë sa mendoj që jemi, duhet ta arrijmë këtë. Në qoftë se nuk jemi aq të aftë, atëherë do ishte mangësia do ishte jona. Vërtet kemi mangësi si komunitet historikisht për këtë aspekt, por duhet që ne si individ që ngrenë dorën duhet jemi konsistent. Dhe unë jam i opinionit për shembull, sepse këtë e kam bazuar edhe në historikun e komunitetit tonë këtu, gjatë këtyre 30 viteve që kam unë në Amerikë. Zoti Ganivila, edhe unë kemi bërë një bisedë këtu e para 20 e kusur vjetësh, në lidhje me këtë aspekt, ku kemi mbështetur një djalë që kishte emrin Kushtrim Shaqiri,
që kandidoi, ishte nga Kosova dhe kandidoi për një zonë diku që ka përfshinte dhe Hamtramck, po ishte kryesisht në Detroit. Kushtrimi unë s'e takova asnjëherë me thënë drejtën, po ishte përveç se një fundraiser që bëri. Ta shoh sot rrugë, mbase nuk e dalloj dot. E mbështetën gjithë shqiptarët. Që të gjithë dimë që ai mbase nuk do fitonte sepse ishte në zonë Detroit dhe një nga ata të Detroit e fitonte atë. Mbase dikush me emrin Kushtim Shaqiri do kishte vështirësi. Por gjithsesi ne dolën dhe mbështetën. E mbështetën edhe unë mbaj mend që bisedën me zotin Vila. Zoti Vila tha, Renis, nuk kam ditë më të lumtur se kjo që po mbështesin shqiptar, sepse ai ishte, me sa mbaj mend unë, paktën ishte shqiptari i parë që kandidoi në çfarë do lloj rangu. Edhe unë isha dakord me Ganion. Isha dakord me Ganion dhe thash, "Ok, kjo është perfekt. Vërtet nuk do fitoj këtë, po do dalin nesër, do shkoj të kandidoj për një pozicion tjetër." Edhe ajo është loja. Që deri në momentin që të fitoj diku. Kushtimi nuk e bëri më atë. Arsyet e tij, nuk e di, s'di të them pse. Shumë për kandidatët e tanë kanë bërë një të gjë. Kanë mbajtur një herë, nuk kanë fituar, atëherë kanë nesër përpara. Nuk kanë kthyer më në atë rang. Po ky sporti jon, ky në politika është sport profesionistësh. Dhe në një farë mënyrë do angazhim total, do angazhim të vazhdueshëm. Nuk mund ta provosh një herë ngresh dorën, thua më jepni ndihmë dhe pastaj blidhet gjithë komuniteti të japin ndihmë dhe pastaj ti hecën përpara ku nuk fiton. Ajo është e pamjaftueshme, sepse në një farë mënyrë lë një shije të hidhur në komunitet. Dhe komuniteti vetë thotë pastaj, "Ok, unë sa që ngre dorën dikush, na del njëri, ngre dorën, japim kontribut që është kontribut financiar, sepse kështu funksionon zgjedhjet këtu, është kontribut i kohës, i mundit, ke parasysh, angazhohen me familjet, angazhohen me komunitetin e gjerë, me komshin, më the tash, bën shenjat e heq shenjat e më theta. Është e nevojshme që ne të bëjmë shumë më shumë se aq. Kështu që në këtë rang, në këtë moment që jemi neve, kemi 3 kandidatë. Po kandidoj unë, për koincidencë, se nuk është se bëmë fjalë. Dhe që të 3 jemi avokat. Kandidoj unë, kandidoj Suzi Shkeli, kandidoj dhe Robert Gjuraj. Tani, unë uroj për të 3 neve të fitojmë. Po e zëm sigur asnjë prej nesh nuk fiton. Çfarë uroj gjithashtu? Uroj që 3 ne të kemi aftësinë që të dalim përballë komunitetit dhe themi që kjo nuk funksionoi. Për 100 milion arsye që nuk funksionojnë zgjedhjet, sepse është mos e normale që kandidosh edhe të humbur, s'ka asgjë të keqe. Por neve nuk do bëre me kaq. Puna jon për këtë komunitet do vazhdoj përpara. Do kthehemi nesër pas nesër, do kandidojmë për pozicionin numër 2, për pozicionin numër 3. Dhe Suzi në këtë rast është shembulli perfekt. Se nëse ju mbani mend, Suzi kandidoi për kongresin në fakt. Nuk funksionoi. Kësa radhë për kandidoi për sekretarinë e shtetit. Edhe unë di të them sepse Suzi e kanë brenda partisë time. Di të them që pozicioni i saj në parti është i vyer. Dhe ajo në një farë mënyrë reflekton realitetin e komunitetit tonë. Ka ngritur dashur pa dashur profilin e komunitetit tonë. Ajo është diçka temase pozitive. Neve ato postojmë të arrijmë dhe për ato duhet të punojmë. Kështu që edhe pse kemi disa mangësi historike, ka përshtypje mangësitë historike janë të ndërlikuara dhe janë gjëra, por nga ana tjetër janë mangësi që neve kemi aftësi t'i kontrollojmë dhe t'i rregullojmë në të ardhmen. Të dashur teleshikues, po e ndërpresim këtu emisionin për një pauzë publicitare, do të kemi pas pak.